Bashkëpunimi ushtarak mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nuk paraqet asnjë kërcënim për askënd dhe se dënimi i tillë stabiliteti i rajonit, ka deklaruar ministri i mbrojtjes i Kroacisë Ivan Anušić. Shqipëria është antare e NATO-s dhe kandidate për Bashkimin Evropian. Kosova synon anëtarësimin në BE dhe NATO. Kroacia është antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, edhe për këtë arsye interesat tona janë të përbashkëta. Ne kemi interes stabilitetin e këtij rajoni të Evropës dhe jo destabilizimin, ka thënë Anušić për agjencinë e lajmeve Beta. Ai ka theksuar se Kroacia dëshiron të ndihmojë Shqipërinë dhe Kosovën në rrugën e tyre drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian, përkatësisht në BE dhe NATO, njëjtë sikur që janë të gatshëm të ndihmojnë edhe Serbinë. Kroacia dëshiron të ndihmojë Shqipërisë dhe Kosovës në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE, përkatësisht në Bashkimin Evropian dhe NATO, ashtu siç jemi të gatshëm të bëjmë edhe për Serbinë, nëse vendos të ndjekë rrugën evropiane për atë të NATO-s. Nuk kemi qenë kurrë kërcënim për askënd, e veçanërisht jo Kroacia, dhe as nuk e planifikojmë të jemi. Anëtarësimi ynë në NATO dhe Bashkimi Evropian na obligon dhe ne as nuk mundemi, as duam të veprojmë ndryshe, tha mëtej ministri kroat. Marrëveshja Tiranë-Prishtinë-Zagreb le të hapur mundësinë që asaj t'i bashkohen edhe vende të tjera. Përfshirja e Kosovës nuk shkel marrëveshjet me Serbinë, pasi në vitin 2023 Prishtina dhe Beogradi ranë dakord që pala serbe nuk do ta pengonte Kosovën të anëtarësohej në organizata ndërkombëtare.